Përshëndetje të gjithë miqve të mi të bashkisë të Ersekës që janë të pastre. Dua të them që të hedh gojë e liga poshtë që thonë që ja po fusin miqt e tyre në të pastrejat. Kjo nuk është as pak e vërtet, sepse ata të vërtet janë të pastre. Do më thënë mund të kenë shtëpira në Gjirë të Lalzit, në Vlorë, në Tiranë, ose ku di unë në një vend tjetër, por ama këtu në Ersek nuk kanë shtëpira, kështu që të pastre quhen. Tashi çfarë të bëjmë se nuk ka populli, janë të gjithë të stre ose të strehuar si quhen, se s'dua të bëjas lapsuse. Po që secili të shikoj punët e tij më mirë, sepse unë nuk është se po i bie në qafë njeriu. Kam një copë bashkie këtej nga Erseka, po merrem çfarë po bën një gjë këtej, pastaj të ka dhe bashki të tjera më të mëdhaja që kanë më shumë qarkullim parash, e ke parasysh, kurse këtu sërse po bëjmë namin. Gjithsesi, faleminderit shumë dhe mos harroni në 11 maj të votoni për Partinë Socialiste, e vetmja parti që mund t'ju qesi në bereqet dhe të shikoni Terezin tuaj këtu në Shqipëri. Jo si ca që s'janë me ne dhe degëdisen jo për në për Gjermanira, në për Anglira, në për emigracione, në diasporë, më thaj të thash. Gjithsesi, faleminderit shumë. Mirë pafshim dhe votoni në 11 maj.